Me lodhët për zotin me lodhët. U lodha, jo u lodha. Me këto mediat, me këto... U lodha bile më shumë u lodha me këta intelektualët. Sidomos këta intelektualët, matës e djathtas, po me këta djathtas e kam, këta intelektual djathtas. Që më qanë gajden, do me thënë në kuptimin e plotë të fjallës, të edhe një liri, i pa shkollë që e kam shu. Dëgjoni këtu, dëgjoni. I lirëve e nozit, t'i vini anash të gjithë. O anash, Morë vesh, anash. I lirëve e nozit, ka 35 vit që e ndikë pëden, dhe nuk ka fituar asnjë gjë. Kurse ju e intelektualë, dhe ju që bëni gjasme si që kini ardhur në pëden me brek me mutë, dhe kini berë vila e miliarda lek, e kupton? Kurse Vrenozi ka mbetur në atë shpinë e thjeshtë, me ato pllakaqet e Enver Hoxhës, e kupton ti, se është njeri, jo se e them unë, po jam njeri i ndershëm, jam njeri si bie ku njeri më qafër, nuk di të vjedh, nuk di të bëhem blakatar, nuk di të bëhem mafios, e kupton? Edhe ky jam unë, e kështu do vdes unë, e kupton? Po ju të keni turp kur zini emrin tim në gojë. T'ju vi turp, për zotin e madh t'ju vi turp. I liri kështu do jetoj. Në këtë mënyrë jetë se kam unë, nuk apuzoj dot. Ja, me këto pllakaqe, ja. Me këto pllakaqe, ja. Me këto pllakaqe, ja. Me këto pllakaqe. Me këto pllakaqe. Ja, me këto pllakaqe. Ja, me këto dyert, ja. Me dyert e Enver Hoxhës. Ja. Po t'hap të derën, ja. Po t'hap të derën, ja. Po t'hap, të shiko vetësh. Ja, shte, po e të që e fort, hap, dhe kjo, shikon? Ja. Me këto jam, ne. Shtu e kam derën unë. Morë dhe shtu e kam derën unë. Po s'ka gjë. Nuk ka gjë. Do me thënë, nuk mërzitem jo. Nuk mërzitem, po më shumë, do me thënë, se edhe shumë, po ajo zekti dije që thaqë. Që është kjo i lira ndë këteja, këtona. I liri, këtona. S'ka shkollë, e dur. I kemi pak ta me shkollë, me gravat, me kostum. I kemi pak ta intelektual të pëdes, ku e quan pëden. E kemi par mo këta, me kollaro ky, zekti të këta, bashistët e tjere tërë me kollaro e me shkollë, edhe na futën 3 vit luftuan me njëri tjetrin, e kupton ti? Prandaj populli demokrat, mua më mbështeti, më drodokiti, sepse jam njeri i ndershëm, jam njeri i thjeshtë. More vesh, jam njeri me shpirt, jam demokrat i pathyeshëm, kam 35 vit, s'kam përfituar kaq. Mos e zini se nuk dua tani të filloj, edhe mund, se këta televizin të linë të shajet të bëj, po mos me Vrenozin, se do të ngecet gozhda nderët, si është ajo vafi. Deri në Vrenozin nalët e ti, kam byra zerkin këtu, i shërbej, i bej, kam malët e mia, nuk e di, kupton, e kam me shpirt, jam i djathtë, kupton ti. Më ftuan, më morën telefon, më ftuan, do vish të flasësh në takim, vajta fola, si që jam, unë jam njeri i thjesht, jam njeri i popullit, fola, përfaqësoj popullin tim të thjesht, kaq, dhe njëzit më drodokiten, për thjeshtësinë që kam, për dashurinë që kam, për ky që jam. Pastaj ju me kollaro, ju që keni bërë shkolla nga 4 fakultete, e kemi parë 12 vit, çfarë keni bërë pëdes dhe si po ecën pëdeja. Dhe njëzit janë lodhur me këta intelektualët në thonjza, e kupton? Janë lodhur më vlla. Gjithsesi, kush fajt tim këtu? Lemni mua tash në për portale, në për këto, më lodhët, sinqerisht më lodhët, dua se jam lodhur.
që kur më nëzorja ju gjatin, edhe nuk kam pushuar me gazeta, me portale, gazetare, lejere, mos u meni me venozin. Mos u meni me venozin. Ose, nuk e di, po janë ca që abuzojnë për në mënyrë shumë të keqe. Shumë të keqe. Pse? Se vatën e plan të dytë, i nëzori venozin e plan të dytë. Ja, ky vrenozi, i thishtë me këto, me këtë shtëpi që e ka si muze, me plakaqet e Enver Hoxhës, me dyert e Enver Hoxhës që të mbete Doreza Andorët. Pse? Se këta theshin, ku do na fillimun, ky ka marrë tendera në pëdeja njërën tjetër. Më revesh. Unë jam akoma me dyert e viti 60. Kjo derë vë në vitin 60. Këto plaka vë në vitin 60. Unë e ka muzeun shpinë. Jam me zemër, me shpirt, nuk di, as të mashtoj, as të gënjej, as të kurvëroj, as nuk di nga këto, nuk di, prandaj jam këtu, prandaj jam këtu ku jam, prandaj jam në këtë varfëri, sepse jam njeri i ndershëm. Dhe ndoshta njerëzit populli, mos duan këta lloj njerëzish, pavarësisht që unë kam shkollën, unë 2 vjeçare ndërtimi kam bërë, kupton ti? Më futi babaj kur mbaroi 8 vjeçaren, s'kishin bukë të ani, më futin në punë. Do futesh në shkollë, tha 2 vite, se në gjimnas unë kisha shkollë, unë kisha miqtë, shokët, 8 vjetë në klasë, unë kam qartë si fëmijë për shpirtën e nënës. Mos miq nga shkolla, mos miq nga gjimnasi. Të veshta, puno shkollë, bëj 2 vite shkollën e ndërtimit dhe ju në punë, tha. Që ta më bukë, more vesh. E më shpunë shkollën e ndërtimit, që nësi ka. Të shkollë kam unë, ky jam unë, por jam i vërtet, prandaj më do populli i thjesht demokrat. Jam i vërtet, nuk jam mashtrus, nuk jam kurvar, nuk jam, nuk di, delengji, nuk jam, jo. Ata që janë me kostume këshu, dhe këte mbrapa mbajnë kurva e dashnore nga 5 nga 6, më dhe të thash, e kam bërë miliona, e kam bërë vila, e kupton ti? Këta njerës e kanë shpën pëdhenë, këtu ku janë. Kështu që ti zekthi, kur të zesh venozin, la e gojen. Dhe gjove, surat mut. Ti, a ju mentor kikia e tërta, tup të kini. Dhe tërta që ini ju e mbani veten si gazetar, tam të shnet se i dhe nësi ka që lirit. Thash edhe njerë, ndoshta populli u loth me ju mo, me gravata, me ju që stoni në mëngjes, qartë në mëngjes stoni më dark. Po e le me kaq se vajten goxha minuta e shtova. E le një ratë në jetën time në allet e mija. Bollu mordh me vrenozin. Vrenozi shpre atë që ndjenë. Eshti djathtë, një beu. Morë vesh, kjo është. Dhe i qëndroj kësaj. Kaq. Juve bëni lap, hani mut, ngopuni. Gjuat. Hade, ju përshëndes vrenozi. Ta shi s'merdi një port që tu përshëndes nga mirë juve që kini një 10 ditë po më mbani në goj. Mos më mbani në goj. Mos më mbani më në goj. Hajt. Bol më mbatet në goj. Hajt. Rini që këpushim tani.